Gazmend Bardhi ka folur pas mbledhjes së grupit Partisë Demokratike dhe përgëzoi kolegët e tij për kaosin e shkaktuar sot në Kuvend. Bardhi tha se nesër do marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, ku do të shqyrtohet kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Bardhi tha se vota e tyre është për heqjes së imunitetit dhe se do të kërkojnë seancë të jashtëzakonshme në Kuvend. Akuza hodhi edhe në drejtim të Niko Peleshit, kryetarit Kuvendit, i cili ende nuk ka vënë në dispozicion anëtarëve të Këshillit të Mandateve USB-n me prova. Spari grupi parlamentar i Partisë Demokratike, siç e pat edhe sot ju, është i vendosur për të mos lejuar asnjë seancë normale në Kuvendin e Shqipërisë nëse Edi Rama nuk dorëzon dy kriminal. Njërën që e ka kraun e djathtë për çështje të parave të korrupsionit dhe pastrimit parave, zëvendës kryeministren dhe ministrën e infrastrukturës Belinda Balluku, dhe tjetrin që e ka po kraun e djathtë, por të deleguar për marrëdhëniet me krimin organizuar, koordinatorin e tij Ergys Agasi. Shqiptarët nuk mund të jenë peng i një qeverisje të korruptuar dhe që bashkëpunon me krimin e organizuar. Prandaj unë dua të shpreh mirënjohjen secili deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që sot u ngrit në lartësinë e detyrës së tij për të shërbyer interesit publik. Së dyti, po, ne do të marrim nesër pjesë në mbledhjen e Këshillit të Rregullores dhe imuniteteve, ku vota jon dhe qëndrimi jon është i qartë pro drejtësisë dhe pro përgjegjësisë të një zyrtari të korruptuar, zyrtari më të korruptuar pas Edi Ramës, që është Belinda Balluku. E kam thënë edhe dje, nuk do të ketë asnjë mundësi, askush në atë kuvend që ta mbyll korrupsionin e Belinda Ballukut në kasafort. Së treti, dua të dënoj në emër të grupit parlamentar shkeljen e procedurës parlamentare, procedurës kushtetuese dhe ligjore që ka kryer kryetari i kuvendit Niko Peleshi. Ky nuk është rasti i parë, siç ju e dini, që vjen një kërkesë nga prokuria e posaçme për të kërkuar autorizim për të hequr lirinë e një deputeti apo një ministri. Dhe procedura kushtetuese, ligjore dhe parlamentare është krejt e qartë. Sot që flasim, ju do duhet i drejtoni pyetjen kryetarit kuvendit se ku e ka urdhën e prokurorit që i ndalon deputetëve të njihen me materialet e plota të sjella nga prokuria e posaçme. Bardhi, nëpërmjet komunikimit, u shpreh se nuk komenton deklaratat e ushtarit e Suel Qelës, duke ju drejtuar deklaratat të kreut të grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla. Mëtej, Bardhi shtoi se shumë shpejt dhe Tauland Balla do jetë në të njëjtën situatë si Belinda Balluku.